Se a dipse s'kan guxu me ardhë në Tokës më të morën pyetje atje në Gjermani. Se ti regjia na shta e ka një foto me kallash, ti po gjyshe me kallash burr. Është edhe video aty. Po, ja unë e kom gjetë një foto e ki me kallash dikon. Ka mojt një fjalim. Po. Po është video. Po. Që kjo foto me kallash. Kjo është foto. Po. Ke thonë Liria ka emër diçka e ki edhe video. Po, ka mojt një fjalim. A ke mojt borë kallajle? Po, jo. Hes kanë morë? Jo, as në ditë. Kjo është një video. Këta e në Burgos nëntor. Po. Shok të me. Dhe ishte vit i ri. Dhe unë më emocionova shumë duke menduar në Endritin, në djalin e presidentit, duke menduar në djalin e Kadri Veselit, në Altinin e Bacës Jakob, në fëmijët e Regjës. Unë sot shokët tynëve jam me familjen time, duke festuar, e ata të mbyllur atje, u emocionova aq shumë, i thash djalit, bëma kallashin bob, thani, qa do me bo, thash, do me gjut në kallash, do me majt i fjalim, thash, që zonë direkt. Thash, po njerë do me qitam lemën e ushtri qimtarë Kosovës. Edhe aty kam thonë që gjykata speciale, komandant Hoxha ka thonë që janë, si ka thonë, diçka me pisa, ose diçka unë kam thonë, gjykata speciale është mut, gjykata cila është e padrejt, edhe ka majt qatë fjalim, edhe të nesërmit kishin eksploduar gjitha mediat, edhe kam thonë drejt për drejt në Klan Kosova më duket ka qenë, e kam të regu, pse e kam, a i kera pishmon jo heq. A thua pet që gjykata speciale është gjykate pa drejt, gjykate mutit, prape thëmë. A i frigohen Burgosis, fare heq. Brave, do atë rëgjitje për këtë burse. E po, qka nëse ti për shamull e kështë posë kështë ndurë, qka kështë sakrifiku për më liru? Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Jetën, kam jetë, i bëj gjatë 2 vjetë në shtator, jetën e japë që të lirohen të katërtit. Me herë vdes. Me herë, që pa menduar fare. Pra ta ka nevoj Kosova. Pra ta ka mësë shumë të nevoj Kosova. Pse ka nevoj? Hashim Thaçi është lider botëror, tani Amerika. Qëmër sot kërë kemi gjendjen. Qëmër cili president ose kryeministër ke në Amerikë ose në Evropë. Kryeministrin, të regoma timi unë brenda 5 vite, ku ka qenë? Unë do t'ja pranoj, së është kryeministrin. Ka qenë kryeministrin, ta është vetëm deputet. Atë pozit e manë. Kush i ka fajt për mos krijimin e institucioneve? Çka mendoni ju? Ai që e ka ndur, normalisht? Në politik nuk hyet me marrë rrogë. Në politik hyet me marrë vendime. Unë kam qenë pjesë e politikës, kam qenë edhe këshilltar e ministrit. Mirë po, në politik ta kanë hi vetëm që ta lejnë Kosovën mrapa. Nëse dikush thot, ose sa drejt ti ma thuaj mund, qa ka bo për 5 vite? A di qa po thonë populli? Këta që nuk e dojnë krahun e luftës. E ka shliru Mitrovicën. Jo, bursa në Mitrovic, kam qenë Lepësavesh, Den Kofi kam qenë. Den Kofi kam qenë para 15 vite, 20 vite. E ta që hek furi, a o heka ju, se kishin të karabinjera të sinalo. Kjo është etap e cila e ka nënshkruar Hashim Thaçi, e cilës mëse shumë të ndihmon Ramush Haradinaj. Pas ka nënshkru mirë në sana se Ramush Haradinaj, po shumë i ka nënshkru. Kur nuk shkruan Hashim Thaçi keq. Kur nuk shkruan Ramush Haradinaj keq. Kur një jetë e Kadri Veseli, e Bacë Jakob, edhe Regja. Tjetër se ano që janë në subjekte tjera politike. Për mua është kraj luftës. E do mbetet kraj luftës. Inshallah do Zoti bashkohen të katërtit edhe liruar. Po. Liria ashtu rrjedh për tynëve. Këtë liri që kemi në sot, e kemi për atynëve 4 burra që sot mohon padrejtisht në gjykatën speciale të Hagës. Në vërtet. Kjo është. Na shta regjia e ka, po kalim të këti personalisht, që që kysh në rallë të ushtrisë ligjore të Kosovës, kalzohë edhe ma herët, i kem lidhe këtë bu atje të ri nga Kosovë dhe ke ardhë, dhe me thonë, i ke prunë, i ke sjellë në Kosovë. Këtu e kini foto? Ka jem foto? Kjo është grupi... Që ki jetë ja, po? Me ka po që të kush, po? Kjo është grupi i Solingenit, është quajtur. Unë jam kthyer nga Shqipëria dhe këta ushtarët janë burgos në Austri dhe i kanë kthy prapë në Gjermani. Dhe më kanë ftuar shokët nga Stuttgarti,
Begzat Gashi, Kushtim Adërgjonaj, Gzim Avdimetaj, Mehmet Qumili, që i kanë kthy një grup bashkëpunëtor dhe nesër duhet të nisi prapë. Unë i kisha 2 ditë që isha ardhur nga poshtë dhe pranova me gjithë dëshirë. Kur kam shkuar